marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Italinë, me Spanjën dhe deri diku dhe me Kroacinë. Dhe me Kroacinë. Skënder, le të themi unë jam partizan i klimës pozitive, por optimizmi, siç e shohun nga Panajoti, Terasei dhe Tesavri, është në kontroll. Është optimizëm protokollar për të vazhduar me terminologjinë. Mendoj unë. Pra qa presim nga ky takim? Se me të vërtetën është nga takimet më të mira që mbaj mend unë, nga klimakset më të mira që mbaj mend unë midis Atinës dhe Tiranës në 35 vjet. Pra e pash nga Bodelengos për shafin Mitsotakis. Ishte goxha e zbutur. Pra unë pash qëndrimin e kryeministit grek që ishte komplet ndryshe. Unë e mendoj ndryshe, Sokol. Mendimi im shky që Edi Rama është një kafshë ndryshme politike. Në të paktën raport me Greqinë mjafton dhe vizita e sotme për ta vërtetuar. Aq sa që lejon protokolli, fjala vjen, një element ndukje dekorativ siç është veshja, që me që nuk është vizitë dypalshe, po është një forum ndërkombëtar. Ramat mos ishte i veshur ashtu siç do të duhet ishte, siç ishte fjala vjen dhe këtu s'dua të bëj asnjë lloj provokacioni, siç ishte i veshur tek Meloni, ose diku tjetër një kryeqytet evropian, ose edhe më qërë. Te Meloni ishte diçka më... Pra, duhet dalloj vizitën dypalshe me një vizitë po kam përshtypjen se aty me atlete ishte me kollar apo me atlete. Dakor, se ka vajtur edhe në summit me Trumpin nga që me atletet bardha. Domethënë ka guxuar edhe më larg se kaq. Pra nuk është kjo dita më e guximt. Tani, sa i përket vetë vizitës, Sokol, pse e thash atë që Edi Rama është një qenie e ndryshme? Sepse si fillim në raport me Greqinë është kryetari i partisë që rrëzoi një marrëveshje detare e cila ende sot thuhet që do zgjedhet nga gjykatë, por që është thënë se do zgjedhet nga gjykatë dhe është rënë dakord qysh me qeverinë e Ciprasit, kur ministri i jashtëm ishte Ditmir Bushati dhe negocioni dhe ishte demarshi më i madh për të negociuar këtë dosje që sot thuhet se do ta negociojmë. Dhe që edhe atëherë u rrëzua. Dhe ne kujtojmë gjithë se si ka ndodhur. Që ishte shumë afër. Ishte shumë afër. Po ishin shumë pranë për të prekur të gjitha llojet e temave sepse dhe u prish. Realisht u prish. Dhe që atëherë është thënë që marrëveshjen e detit do ta zgjidhim. Hapi i dytë. Edi Rama është gjithashtu në raport me Greqinë, s'do ta harrojmë. I pari kryeministër që ka guxuar, e ka sjellë rastit kem qenë në atë konferencën tashmë të famshme mes Metës dhe Simitësit diku në vitet e largta 90 në fund të dekadës, kur Meta përmendi për herë të parë çështjen e pronave çame në Greqi. Fjalën çamëri më saktë. Dhe kur zhurma ishte, ndërkohë Edi Rama vjen vitin 2013, në aleancën PD-UN dhe me ministër të jashtëm Ditmir Bushati, i cili kishte një detyrë të posaçme që ta përmendte për herë të parë ishte në një program elektoral çështja e çamërisë. Jo vetëm program elektoral, ka futur program qeverisë. Po, ishte program elektoral. Dakor, ti bën zgjedhjet me këtë premtim, po kur e shkruan programi qeveritar është diçka e ndryshme sepse kthehet në piket politikës së jashtme në raport me atë shtet. Pra, ky ishte hapi i dytë. Vim pastaj tek kjo ishte mirë apo keq sipas jush? Unë po them pse Edi Rama është një politikan i ndryshëm në raport me Greqinë nga të gjithë paraardhësit. Berisha, Meta, Majko... Padyshim që është më pragmatist se të gjithë, kjo nuk diskutohet. Është më pragmatist, po ka qenë Sokol edhe më i ashpër, edhe më i prerë. Dhe për këtë unë kam gjithashtu shpjegimin tim personal, që cilin po më dhe një minutë kohë do t'a japë. Rama është i tillë sepse vetë marrëdhëniet shqiptar-greke janë të tilla në këtë stad. I kemi pasur për mendimin tim të kompleksuara dhe të zbalancuara në vitet 90, kur ne në momentin më të parë që kishte një përplasje thonim o se po na vijnë autobusët KKV, po na vijnë kapshticët. Që sa ashtu ndodhte realisht. Sepse ndodhte. Kurse sot ti një popullat, një emigracion shqiptar ekonomik masiv në Greqi, pas 30 vitesh e ke në një masë shumë të madhe me pasaporta greke, me fëmijë të lindur atje, me bizneset hapura, pra të integruar një mënyrë tillë që ti nuk i mbush dot autobusët për t'i sjellë në kufi. Është e vështirë. Asnjëra nga partitë duhet. Asnjë nga partitë. Dhe nuk e ushtron dot më këtë mjet presioni. Prandaj duhet të thënë në votën e diasporës. Kurse sa i përket shumica. Pedalit të dytë të presionit që ka qenë konstant, domethënë, mes nesh, që ishte ai i integrimit evropian dhe ta shikoni se nëse ju nuk plotësoni të drejtat e njerëzit për minoritetet, e piketat tjera që kërkoheshin,
Po me si e shpjegon atëherë që çështja Beleri quhet nga Mitsotakis se ka përcyer? Më fal, e di pse quhet e ka përcyer? Sepse ne e kujtojmë fare mirë se si në vitin 2023 Greqia e luajti me drejtën e saj, e luajti fort këtë kartë, madje e çoi dhe në Bruxelles në Strasburg. Dhe ka qenë hera e parë që unë kujtoj, më korrigjoni nëse jam gabim, kur evropianët, italianët në të parë, po edhe me sa duket dhe gjermanët dhe francezët, artikuluan frazën fatale çështjet dypalshe mos na i sillni më që t'i zgjedhim në zgjedhini vetë. Pra, kjo ishte hera e parë që një demarsh grek për të bllokuar Shqipërinë për shkak një problemi dypalësh lokal, siç ishte ky i Belerit të rast, mori një përgjigje negative. Prandaj them që Rama vet, por edhe i gjithë ajri, atmosfera, mes dy vendeve kanë mësuar një modifikim që ne duhet të presim që të shohim vizita të tilla. Të tharta për sa i përket qëndrimeve të protagonistëve, sepse tashmë një vend i vogël, i varfër, i kompleksuar si Shqipëria ka psuar një ngritje objektive, sepse është koha e tillë, që është progresi që vjen doradorës. Dhe që vjen e ngre, si thua, stekën edhe të qëndrimit saj, po edhe të kërkesave saj, dhe në anën tjetër Greqia që kërkon të imponojë politikën klasike dhe historike që ka pas me ne, pra një raport të zbalancuar dhe të ekuilibruar, por që për shkak të këtyre zhvillimeve, por edhe për faktin e thjesht të personit Edi Ramës në këto 13 vjet, që mjafton të kujtoj në 10 ditë të fundit, ishte në Itali takoi Melonin, pastaj vajti në Spanjë, pastaj vajti në Emiratet e Bashkuara, tani është në Greqi. Pra, është në ujin e vetë dhe noton fort mirë si notar. Nuk është si liderët paraardhës që ne kemi pasur, që kanë qenë më rigjid, kanë qenë më katror në marrëdhëniet me jashtë. Rama, siç e tha me drejtë dhe Stavri, luan me biznesin, me diplomacinë, me vjen ambasadorja amerikane nga Athina dhe e takon Tiranë. Pra, ka shumë leva për të luajtur, prandaj dhe në aspektin ose në kanalin e raporteve me Greqinë, ai sillet ndryshe, sillet më i shkompleksuar dhe sillet si një i barabartë i Mitsotakisit, megjithëse nuk është, sepse Greqia nuk mund të jetë e barabartë me Shqipërinë. Megjithatë, Flokert, ajo që mua për shumë përshtypje jam dakord me të që thotë Skënder, pra Rama është në cirkun politik është mjeshtër, ditë heci shumë mirë, pavarësisht peshës së rëndë që ka në atë telin, edhe herën fiskale. Plus dhe herën, patjetër. Megjithatë, mua më bëri përshtypje Greqia, më bëri pozicioni Mitsotakisit. Pra, që ka qenë, unë duhet ta them edhe këtë që nga gjithë kryeministrat grek, Stavri dhe Panajoti mund të korrigjojnë. Unë mendoj që është kryeministri që ka pas raporte më të mira personale me Ramën, pavarësisht se ka përjetuar një epokën me më shumë probleme që nga vitet 90. Ka qenë edhe ministri i jashtëm në kohën e Bushatit. Jo, plas për kryeministër. Për Kociasin ka qenë ministri i jashtëm. Si kryeministër, unë mendoj që është kryeministri që me Ramën apo me kryeministër shqiptar ka pasur temi raportet më të mira edhe personale. Megjithatë është shfaqur acaruar në Tiranë, i shqetësuar në Himar, apo në vizita në Ndropull dhe në Kakavi. Por ajo që pashun sot në Atinë ishte ndryshimi kolosal i tij. Pra ndryshimi vjen nga Greqia që në çdo rast është vend temi më i fortë, më potent, më me ndikim, ka një veto në dorë që mund ta luajë mëngjes drejt darkë, ka në thojza justifikimet e veta që mund t'i përdori, por edhe zoti Mitsotakis foli në kohën e shkuar për problemet. E para herë, mua Rama sot mu duk, do e them të parën, këtë mu duk sikur kishte shkuar të takonte ambasadorën e SBA-ve në Athinë, jo Miçën. Sepse e ktheu vizitën ndaj Miçës si vizita që ju bën nga ambasadorja e SBA-ve në Tiranë, komplet informale. Ajo erdhi me mini siç është ajo, dhe ky i shkoi Miçës sikur po e thoshte që edhe ky shkoi siç është ai, në fakt. Dakord, po ama ky jo siç është ajo, ka qenë prokurore. Siç është ajo në ekstravagancën e saj të veshjes. Po, mirë, s'ka problem. Për këtë po, nëse s'e kuptove, po flisja për veshjen. Dhe i shkoi Miçës sot me një simbolik veshje që nuk është rasti, është simbolik vetbesimi dhe dominimi, si për të thënë që unë nuk jam i vogël këtu, kjo të paktën kështu, ky është leximi që i bëhet nga do që ta kapësh nga ana komunikative dhe e simbolikës veshjes, për të thënë që nuk jam më i vogël këtu në tavolinë. Pra, vajtja e Ramës ashtu
me atë lloj vetbesimi dhe me atë lloj tentative për dominim, duke shkelur protokollin që ai e di mirë se si është, për mua është një mesazh i cili besoj se ka të bëjë jo vetëm me një bisedë paraprake që ata kanë bërë dhe me ca piketa që kanë vendosur me njëra tjetër, por ka të bëjë dhe me konsumin e brendshëm të dy palëve. Tani, ai zotëria atje, që është kryeministri i Greqisë, ka konsumin e brendshëm që duhet ta shpërndaj mesazhin që unë po flas sy më sy me kryeministrin për problemet që mund të kenë dhe që ankohen grekët në Shqipëri, për pronat, për minoritetet e kështu me radhë. Pra ai e përdor për konsum të brendshëm të. Për unë çdo gjë kur shoh takime të kësaj natyre, është kjo historia politike jashtme, politike brendshme. Çdo gjë është vetëm në kuadër të komunikimit publik politik. Të tjerat, të ishin për të zgjidhur, do i kishin zgjidhur. Këta burrat kanë halle në vendet respektive që nuk duan fare të flitet për to. Interesant. Dhe çfarë bëjnë këta? Mblidhen atje, deti, minoriteti, pronat, i qajnë hallin, gëzon kolegu përballë se e tha Miço punën e pronave, Rama as se qeth fare Rama që të diferencoj himariotët grek nga ato shqiptarë që njërës t'i jap gjirin e hartës, tjetëri t'i japi gjirin e nartës. Pra, këto janë instrumenta PR-i, mendoj unë. Pra e thoni që ky takimi sotëm është një takim i cili për temi retorikës publike i referohet halleve përkatëse që ka Tirana dhe Athina? 2 zotrinjt kanë mjeshtrisht, kanë ndërtuar sot një ngjarje, një agent publike të mediave të publikut të kështu me radhë, që të flitet për ata. Njëri thot Rama shkon pas takimeve që bën me ato socialistët atje anti-Trump, vjen të një lider europian dhe thot ne jemi për rrugën europiane, unë nuk jam problemi, unë jam zgjidhësi tyre, pra jep mesazhe konstruktive, po ashtu i kthehet mbrapsht edhe nga kryeministri grek. Kryeministri grek shtiret dhe shitet si njeriu që shpërndan paqe dhe stabilitet në Ballkan. Pra është e gjitha në shërbim të tyre më. është reduksion kjo? Jo, kjo nuk është, kjo është fakt. Është fakt 30 e 5 vjeçare. Po mirë mo, e nderuar. Më thuaj sa halle kanë zgjidhur këta. Në termat e çështjes negocimit me Bashkimin Evropian. Në 35 vjet. Nëse do ta trajtojmë si qasje Greqia vendos Bashkimin Evropian. Jo, absolutisht. Ti thot Gjermania dhe Franca. Nëse do ta shikojmë që ata e luajnë këtë lojë për ta shitur tek Brukseli, që ne këtu jemi për të vendosur stabilitet, për të ruajtur stabilitet dhe Shqipëria është pragmatiste në këtë gjë dhe i paraprin zgjidhjes problematikave sepse në 2027-ën thjesht për ta dhënë si kundër argument, 2027-ën Greqia do të marri presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe në gjysmën e 2 do të ketë peshën më të madhe të procesit negocimit, këtu qëndron. Po mirë, dakord. Kjo është dakord tani. Nëse shikojmë kështu është reduksion, kjo është ta lexosh. Redukton. Kjo është ta lexosh. Ta luajnë, a thua se ju intereson. Kjo është të lexosh aq tekst. shumë në deri në këtë pikë opinioni publik. Kjo është do të kishte interesuar ai shumë opinioni publik. Unë nuk preferoj të lexoj tekst se unë nuk i besoj politikanët. Unë preferoj të shoh në një tekst. Ja fuskot, fantazoj ndoshta më shumë se duhet. Por unë them që këta dy kanë hallet e tyre politike dhe për çuar mesazh tek BE-ja, po. Pra opinioni publik të bëhet gjithë kjo për hir të opinionit publik, kam dyshimet e mia. Më fal, kanë thyer shatin, ai s'ka dënjuar të ndrohet më. Kanë shkuar, kanë ndëjtur 1 orë, kanë bërë muhabet aty. Reduksion. Është fakt, çfarë mendon ti që bëjnë shkencë politikanët kur takohen? Kanë futur një cigare që s'e kanë nxjerrë aty. Do të shkoj publicitet, po drejtimi ku e fut Flogerti nuk është pa gjë, Sokol. Është interesant, pasi duhet thënë që Rama nuk ka një moment perfektin në raport me Brukselin. Ja, vetëm se të shkoj publicitet dhe të flasim për këtë. Dhe jo më larg se sot, Parlamenti grek e heq 13 deputetëve të neodemokracias imunitetin për çështje korruptive. Për këtë flasim më herë pas publicitetit.